Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sapo e kalum kufirin me Shqipërinë, pra Kosovë Shqipëri, jemi të shku në disa qytete të Shqipërisë. Normal se kur kam në rrugë të gjata, normal unë i të bëj disa punë, dhe kësaj here një rrugë 2 punë që shka thonë populli, por kemi ma shumë se 2 punë, bashk me shokun tem, dhe atje pro do të bëjmë një emision me një hoxh që nuk do t'ja përmend emrin momentalisht, le të jetë surprizë për emisionin e radhës, pra pas kësaj video do të jetë edhe emisioni inshallah me hoxhën nga Pogradeci. Dhe gjithashtu edhe për rrugë po do të shkojmë në Korç, në Tiranë, edhe në ndonjë vend tjetër nëse e kemi ndonjë ftesë tjetër, por në këto 2 qytete sigurt. Pra, qëtash edhe pak është koha e sabahut, edhe na do të ndalemi edhe dikon me pushu, do të ndalemi, pra, se bajagi rrugë gjatë kemi po, por të shohim se qa do të bëjmë në radhë edhe në vazhdim. Hala është terë, hala është jemi pra me drita të ecë, po besoj që edhe pak zdritet edhe nuk e kemi ma problem. Qitash vetëm sa e pagum rrugën, pra kjo pagesa që është rrugore, edhe ju kemi afru tunelit. Shpresoj që do ta shehni inshallah, kështu që gjatë rrugës shikim të këndshëm. Tash tuneli, rrugë gjatë, sa me kalu një qytet. Kështu që edhe pak dalum dritë. A din që thojnë në fund tunelit e sheni dritë atje në fund. Në qatë dritë na jemi të shku. Që dalum dritë, e kalum tunelit. Mos të harrojmë se makinën që unë jam duke pozit, nuk është e jemja, as nuk është e shokut tim që është me kamerë, duke mojt kamerën. Elhamdulillah që ma mundësej zoti me spaku me qera nuk është problem, po ma herët ku moltu këgja shumë me autobus. Dhe më kujtojt një rast du me tregu këtu me juve, që mu më ndodhi kër isha duke udhëtu me autobus. Asnjëherë nuk ka ndodh me m'ik autobusi. E sidomos kur nisna edhe nalemi për pushim e ai ecë, vazhdon rrugën pa mu. Përveç një rast, pra ky rasti që unë po du me tregu. Dhe vërtet ka qenë interesant se edhe unë u habita pse më ndodh. Isha pra duke shku në Tiranë në atë kohë, i ka dikun 1 vit për afërsisht. Isha të shku në Tiranë edhe hypëm në autobus, zakonisht nalen autobusat në Prizren ose në ndonjë in, ndonjë petrol, ndonjë restorant, ku ka qendër, mini qendër tregtare, me pas hapësirë me pushu. Kush ka nevojë toalet e kështu me radhë. Edhe unë shkova me pushu. Dhe kur dola, vetëm e pash autobusin duke ecë. E pash që aty e harrova edhe atë gjaketën ose jaknën që e kisha. Po s'u lajmëru kërkush me thonë, valla ku e kemi edhe një udhëtar ose vetëm ka ecë autobusi. Edhe unë e prita 2 orë aty, e prita autobusin tjetër në Prizren, erdhë. Po edhe si ka ardhë, të gjithë dilshin prej atij autobusit tjetër, përveç meje, unë e hypa me njëherë, edhe prita se unë e kisha kry me të gjitha, edhe ushqimin e krejt. Edhe po ma qelë dikush deri në afër meje, po m'jep selam, një gru, thash aleikum selam.
Tha për mje, thash po, e di. The, se kish qenë për rukje. Tha e kum lutë Allahun s'paku edhe njëherë me të taku. Edhe tash më bani pak për shtypje kjo. Thash, pse? Tha, kum shkru diçka që ti me u lutë për ta, pra për vllahun e saj. Që jam lutë edhe lutë nga prapë Allah, inshallah me shira. I kishte vdek vllau dhe enka s'ka ardhur prej atje për vllahun, por edhe kemi bërë kjo. Pra prej jashtë, ju në Kosovë, ku ishim ne, ajo jeton të jashtë të kom në shtetet tjera. Pra ajo më boni përshtypje duaja e saj se tha, unë e lusë Allahun shumë, unë bëj dhikër shumë, fal namaz. Kishte qenë edhe një gru shumë e ndershme, po se po, por edhe e urtë, e kuptueshme, pak më vjetër se sa moshat tona. Po ajo pra që më boni mu përshtypje dhe që ja vlejti kësaj herë me përmend, është që tha e kum lutë Allahun s'paku, se ajo ishte duke shku në aeroportin e Tiranës, me shku anej edhe mos mu kthy për një kohë gjatë, pra nuk u kthy mo, se atje jeton në vendet tjerë, në jashtë vendit. Po tha kum pas dëshirë shumë, edhe gati se i hupa shpresat me të taku, edhe me thonë lutu për vllahun tem. Por tha prap shpresat e Allahun nuk do të me i hup. E kum lutë Allahun, e kum lutë edhe që ma mënsoj Allahun me të taku. Dhe alhamdulillah, pra me iku mu autobusi që me u taku me këtë gru. Pra kjo është një ngjarje shumë e mirë, edhe është një ngjarje që ja ka vlejt edhe nëse më ka ik autobusi, por Allahu ja ka pranu kësaj gruaje. E inshallah më pranon edhe mua Allahu lutjen që jam lut dhe do të lutna për vllahun e saj dhe familjen e saj. Pra kjo është një ngjarje. E tash edhe u zdrit goxha mirë, po juve po ja bëj një pyetje. Qëlloja ne ku kemi munal, edhe besoj që e din shumica, ata që e kanë këtë rrugë, e din ku nalen zakonisht shqiptarët e Kosovës. Qëto është veni ku zakonisht nalen të gjithë, do të nalim edhe na inshallah për një pushim. E tash jemi në hymjet e Tiranës. Hymja e Tiranës e ngjall një farë kënaqësie, sidomos për kosovarët dhe për mua personalisht. Këtu pse kënaqna më shumë, kur e di se kam shok, kam vllazni, shumica prej tyre janë musliman, që e praktikojnë fenë islame. Kjo më kënaq më shumë edhe në Tiranë, pra në Shqipërinë përgjithësi, po kur vi këtu kënaqna më shumë edhe nihna më lehtë, më mirë, nihna si në shtëpinë tem. Kështu që na tash do të ndalemi dikun. Normal këto ndaljet nuk po i postojmë, nuk po i qesim me video. Ku po pushojmë, ku po ndalemi. Tash do të ndalem inshallah me hunger book ose me pushu s'paku pak, edhe pastaj do të vazhdojmë për Korçë. Nga Korça do të kthehemi kënej në për qytetet, ku thash më herët edhe në Pogradec, Elbasan, Tiranë, e kënej pastaj dikur ka akşami me u kthy në shtëpi inshallah. Selam aleikum, tash duke vozit normal jemi afruar për Pogradecit. Unë u lodha pak du më flajt, se u më ndroj kë kameramani. Tash, në lumë, pak po pushojna, edhe këtë jemi në një pamje shumë e bukur e liçenit. Kështu që mujna me shikuj shumë. Këtu është
Pogradec, në qeni Pogradecit, aty është Ohri, Dibra, që janë ato qytetet që janë në Macedoni. Pra ky liçej lidh Shqipërinë me Macedoni. Tash jemi në Pogradec te xhamia e Hoxhës Dritan Shaho. Do të kemi një intervistë me ta inshallah. Hoxha je kënej? Po. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Mirë sa dhe vlla, Allah ju shpëlbeft. Si ke qenë? Mirë, mashallah. Elhamdulillah. Zoti nderoft, Allah ju shpëlbeft. Amin, amin te gjithë inshallah. Amin. Sa po e përfunduam intervistën me Hoxhën ose bisedën me ta, ishte vërtet bisedë shumë e këndshme e ëmbël dhe vërtet dobiprurse. Tash po ju lëm pamje të xhamisë, se vërtet edhe mua më pëlqej xhamia kaq shumë. Kështu që mund ta shikoni edhe mimberin këtu ku mbahet hutbet, këtu ku del imami pra me u fal namazin e kështu me radhë. Pra filloni dhe shikim të këndshëm. Hala jena në rrugë, e kemi kalu pra Pogradecin ku ishim në emision dhe në intervistë me Hoxhën e nderuar Dritanin nga Pogradeci. Tash jemi afër Korçës, jemi nisë nga Pogradeci për Korçë dhe jemi afër Korçës dikun te fshati Deha, po shkruan këto në pesha. Kështu që së shpejti do t'jemi në Korçë inshallah, ku atje do të bëjmë edhe një rukje e pastaj të kthehemi në Tiranë, ku e kemi një rukje tjetër, i cili personi në Tiranë është duke më pritur me muaj të tërë për më shku unë me bë rukje atje. Nuk është se kam neglizhu, por ngarkesa dhe angazhimet e bojnë të vetën.
Po inshallah e lusim Allahun që edhe pse kjo pritje e gjatë të na çon sukses dhe bereqet në rukje, edhe këtu në Korçë, edhe në Tiranë, edhe kudo që të bëjmë rukje inshallah. Pra kjo është hyrja e Korçës këtu në fillim dhe së shpejti do të jemi në Korçë. Tash po dalëm prej Korçës. Momentalisht jemi në dalje, pasi që ishim në Korçë, kemi përfundu rukjen dhe jemi duke dalë tash. Ajo që unë do ishta me thonë kësaj here është se njerëzit janë shumë të dashur, këto janë të edukuar shumë, dhe janë mikpritësa. Tash çush i quajnë këta mikpritësat nuk e di, po njerëz që din me prit dikan në shtëpinë e tyre, edhe njeriu këtu kënaqet shkurt. Por edhe Korça, edhe njerëzit e Korçës janë të mirë. Korça si qytet është qytet i vjetër edhe është i bukur. Është i bukur, pra ja vlen me vizitu, edhe kështu që është mirë, ishte një ditë e mirë sot edhe në Korçë. Tash na kena me shku në Tiranë. Pra këtë që unë e kam në dorë quhet kornej, është ëmbëlsirë dhe e kam dhuratë nga njerëzit e Korçës. Do të shkojmë në Tiranë, edhe atje do ta bëjmë edhe një rukje tjetër inshallah. Por emisionin po e përfundojmë këtu. Juve ju mbetet na përkrahni pra me lajka, me shpërndarje nëse keni mundësi aq sa mundeni pra. Dhe ndonjë koment ose ndonjë pyetje ose diçka pra ndonjë sugjerim. Kështu që do të shihemi inshallah në video tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.